Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe njëherë të ndarë me ju se çfarë do të ndodhen në Prime-in e natës së sotme. Në fakt, Prime-et janë më të zjarta se kur. Në këtë Big Brother çuditërisht nuk kemi patur një Prime që nuk na ka ngritur kureshtjen për ta parë, që nuk na ka ngritur kureshtjen për të hulumtuar se çfarë në fakt do të ndodhen sonte. Pas të gjitha ngjarjeve, debateve, ofendimeve, kërcënimeve që kanë ndodhur brenda në shtëpinë e Big Brotherit pikërisht në 24 orët e fundit, sepse na dukej si një javë pak më e qetë, jo shumë e tensionuar, një javë pak më e lumtur, më paqësore për banorët. Menduam që filluan të falin dashuri për njëri tjetrin, por fatkeqësisht kjo gjë nuk ndodhi. Ky Prime sonte do të jetë një Prime që do të elektrizon shtëpinë e Big Brotherit, por në ç'formë? Ka ndodhur natën e mbrëmshme një debat sikur më parë mes Rogertit edhe Selin. Do me thënë debati që ndodhi ku Rogerti i tha Selinës ca fjalë që realisht nuk janë të pranueshme, aktivizoi dhe familjarët për të kërkuar të drejtën për banorët brenda shtëpisë. Do me thënë, ky debati në fakt, të jemi tani realist, ishte një debat i cili u hap nga ana e Gretës, do me thënë Greta bisedonte me Rogertin në dhomën e gjumit, teksa Juela kishte vajtur te krevati i Rogertit dhe po prekte jorganin mbulusen. Dhe Greta i thot Juelës, kujdes ku i fut duart. Do me thënë, Greta dhe Selin gjatë kohë janë duke u marrë me Juelën, duke i thënë që ti je dashura e Rogertit, që ti je një vajzë e ulët, që ti je një femër kot, do me thënë e quajtën dhe prostitute, e quajtën dhe kurf. Dhe Greta në lëvizje në fakt në çdo lëvizje që bënte Juela, Greta në një farë mënyre e provokonte. Dhe sonte do të flitet pikërisht për këtë ngjarje, do me thënë çfarë i tha Rogerti konkretisht Selin dhe çfarë vendimi do të merr vëllau i madh sonte, do me thënë sonte pritet që të ndodhë një diçka. Tani unë nuk pres që produksioni do me thënë ta përjashton Rogertin nga shtëpia, sepse në qoftë se Rogerti del, banorët nuk ka se si e bëjnë lojën, por mendoj që Rogerti do të vjet me shpatulla për muri, ose do t'i vjen një mesazh nga jashtë, që ai në një farë mënyre të ndryshon mënyrën e të shprehurit dhe të folurit, ndoshta dhe mund të ketë kërkuar një familjari Selinës që të përfshihet brenda në shtëpinë e Big Brotherit dhe të bëhet pjesë e këtij diskutimi, për t'ia tërhequr vërejtjen Rogertit dhe për t'i kërkuar që të jetë sa më i qetë dhe të jetë sa më normal, sepse normalisht nuk është e tolerueshme dhe nuk është e bukur që një familjar të dëgjon për vajzën e tij një gjuhë të tillë siç përdorën Rogerti. Do me thënë, sonte do të flitet jashtëzakonisht shumë për këtë temë. Në fakt, ku pjesë e kësaj ngjarjes u bë dhe Mateo, ku ofendua dhe motra e Mateos, do me thënë do t'jetë një video e përfshirë që në momentin e parë që do të hapet ky spektakël. Do me thënë, natën e mbrëmshme ndryshoi rrjedha e spektaklit nga ajo që ishte përgatitur më parë në këtë që në fakt është përgatitur sonte. Do t'jetë një natë shumë e zjarrt, do t'jetë një natë shumë e nxehtë. Publiku presin që në shtëpi të mbrijë një zarf i zi, por nuk ka më zarf të zi. Do me thënë, do të ketë automatikisht gjykim për njëri tjetrin. Do me thënë edhe për Rogertin, edhe për Selin, edhe për Mateo. Me patjetër që do të flasin opinionistët, ndoshta Rogerti mund të ketë edhe dënime të vogla të tipit që edhe mund t'i hiqet buxheti. Prej pjesës së Rogertit edhe Selin dhe Mateo, që në fakt është një ndër diskutimet më të mëdha, një ndër diskutimet më të fuqishme, do të kalojmë tek cili prej dy çifteve do ta bëj këtë vit dasmë në Big Brother.
vllau i madh, në fakt, akoma nuk e ka hapur një televotim. Sonte do të hapet një televotim gjatë spektaklit dhe publiku nëpërmjet votave do të vendosë se cili nga çiftet do të jetë çifti i cili do të martohet këtë vit. Unë jam shumë i bindur që fanbase-in më të madh që e kanë jashtë shtëpisë së Big Brotherit janë Mateo dhe Brikena, më pas Selin dhe Gimbo, por çuditërisht do me thënë, fansat e Gimbos dhe Selin janë pak më të aktivizuar, sjellin më shumë drona brenda shtëpisë, do me thënë, bëjnë më shumë mbështetje jashtë shtëpisë së Big Brother për Selin dhe për Gimbo, dhe mund të ndodhë që nuk i dihet, mund ta fitoj dhe Selin dhe Gimbo, por më shumë do me thënë, pritshmëri për ta fituar këtë dasëm ka Brikena dhe Mateo. Dhe pas kësaj ngjarje, do me thënë, do të ndjekim një video, apo më konkretisht një thirrje nga Ledioni për në dhomën e rrëfimit, ku njëri prej banorëve ka kërkuar në fakt që të largohet në këtë pikë të lojës. Ku ne në fakt mbrëmë asocuam se kush mund të jetë, do me thënë dyshimet shumë të mëdha janë tek Mateo, që mund të jetë mërzitur mbrëm, por Mateo në qoftë se do të largoheshte, nuk do të bënte plane për dasëm, nuk do ta fliste me Brikenën punën e dasmës. Dyshuam tek Miri, sepse hyrja e banorëve të rinj Mirin e ka thyer pak shpirtërisht. Më pas dyshuam tek, do me thënë, tek banorë Juela, e cila ndihet shumë e kërcënuar brenda asaj shtëpie nga Greta dhe nga Selin dhe ndoshta nuk e përballon lojën deri në këtë pikë të lojës, dhe kemi dyshuar tek Alessio, sepse Alessio nuk e gjen dot veten në shtëpi, do me thënë është shumë i heshtur, është shumë jo i përqendruar në lojë, por mund të jetë edhe arditi, sepse në shumicën e rasteve i përmendet shumë familja, dhe mendoj që janë këto njëri nga banorët që ka kërkuar në dhomën e rrëfimit që të largohet nga shtëpia. Përpos këtyre, do të kemi një surprizë për ditëlindje, do me thënë Shëndriti sonte e ka ditëlindjen dhe do ta kemi një surprizë të bukur brenda asaj shtëpie, që jam i bindur një prej familjarëve do të hyjë brenda në shtëpi dhe do të kemi festën, patjetër në momentin që do të përfundon spektakli, do të bëhet festa e madhe e ditëlindjes së Shëndritit. Ndoshta një festë që në fakt mund të nisen edhe që ta nisë, sepse vllau i madh ka mbyllur të gjithë dyert me perde ndoshta për t'i bërë atë surprizën e bukur Shëndritit. Është një natë, do ta them laramane, kështu do ta quaj, do të kemi përfshirë gjithë emocionet brenda këtij spektakli për ta jetuar, për ta shijuar, për t'u kënaqur edhe ne bashkë me banorët në këto momente të bukura brenda asaj shtëpie. Ju si e prisni sonte këtë natë, dua të marr mendimin tuaj për të gjitha këto pika që në fakt unë i preka.